Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Ja, mirëmbrëma, si jeni, si ja kaluat? Mirë, faleminderit. Si quheni dhe nga flisni, lutem? Unë jam Genta, po më falni se unë jam shumë në sikleti, po ju marrë me besoni. Pse më Genta? Çfarë ka ndodhur? Po se unë ju marra juve se po ju djekja tani live në makinë, edhe më ka ndodhur një situatë e sikletshme dhe dua një mendim. Çami Genta, çfarë të pas ka ndodhur mi? Hape zemrën, fol, prandaj ne jemi këtu, ha. Po diu se ju jeni kështu të sinqertë, se jeni më ndje hapur ju dy. Okej, faleminderit. Përpiqemi domethënë. Shikoni, tani se është një situatë kështu me siklet. Isha unë në mëngjes duke shkuar në punë. Po? Dhe më vum brapa një makinë, një burr. Një burr. Më ndoqi, një burr, më ndoqi defte puna. Edhe rrugës më ka ngacmuar aq herë sa nuk di ç'a t'ju them. Po sa shpejt ecke edhe ti që njësoj me makinën. Paralelisht ecnit ju si Ai të më ndihte shpejt se unë nuk di të eci shpejt. E kuptoj. Ai të ndiqte shpejt. O Genta, po ku punon ti Genta? Unë punoj në zyrë kontabiliteti. Okej, po ç'a ndodhi me këtë zotrin? Ai theti? Shiko, se nuk mbaron këtu kjo historia. Këtu filloi historia, po. Këtu fillon se është e gjerë. Është e gjerë. Është histori e gjerë. Okej, po Genta të gjë. Pas kemi një histori me shtrirje. Po Genta? Tani mua më ngeli në çik një mendje ky se ishte dhe simpatik. Tani unë nuk dua të gënjej. Shi Genta. Po pastaj Genta. Jam e martuar unë, ose kështu po, ai simpatik ishte, a kupton.